Të nderuar shikues, jemi rikthyer në studio dhe do të flasim për ekipin përfaqësues të Fakultetit të Inxhinierisë dhe Ndërtimit, që ka marrë pjesë në një garë prestigjioze në Stamboll të Turqisë. Për këtë arsye edhe kthehen si fitimtar nga atje, për këtë arsye, në studio jemi me profesorin dhe dekanin e këtij fakulteti, zotin Florim Krajçevci. Mirë se keni ardhur, zoti Krajçevci. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve për kohën. Pastaj profesorin Ziadin Guri, mirë se keni ardhur, profesor. Mirë se u gjejmë, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë dhe studentin Arbias Bekaj. Mirë se ke ardhur, Arbias. Mirë se kemi zgjedhur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Përndryshe na keni pasunu studion. Faleminderit shumë me këto besoj pjesë të fitores atje apo jo, dekan. Edhe ky është një kompeticion i cili fakulteti jon ka marrë pjesë në mesin e 25 universiteteve shumë prestigjioze në Evropë. Edhe po kam dëshirë me fillu me juve me na tregu më shumë rreth këtij kompeticioni dhe çu u bë që në këtë rast fakulteti jon me qenë pjesë e kësaj gare, po e quaj më mirë. Faleminderit shumë. Kjo është përpjekje institucionale jo e tanishme, jo e freskët, por është që ne bëjmë punën në raport me institucione ndërkombëtare në mënyrë të pandame, domethënë përmes konferencave, përmes takimeve që kemi bilaterale dhe përmes bashkëpunimit edhe në ulëmtimet shkencore dhe projekte shkencore. Ne kemi raporte të mira me institucionet, me fakultetet në për disa shtetet e Evropës, edhe në rastin konkret edhe me Turqinë. Dhe ata na e adresuan kërkesën që fakulteti jonë të merr pjesë në këtë garë, që është një kompeticion shumë interesant, i fushave të ngushta për strukturat, për konstruksionet. Dhe në këtë ftesë ne u mobilizuam si staf akademik, pra me njerëz nga departamenti i strukturave, që edhe profesori Ziadin është udhëheqësi i departamentit i strukturave, konstruksioneve, dhe formuam grupet punuese për me i përmbush, me i përmbajt, me i realizu kriteret standardet si mas garës, kompeticionit të cilat ishin në formë të shkruar. Dhe këto shpërblime që kemi fitu nuk janë shpërblime në kuptimin e vlerës sa është identiteti jonë, përkufizimi jonë dhe krenaria jonë që të marrin pjesë në garat e tilla. Edhe pse edhe puna juaj, sepse besoj që atje u vlerësu shumë apo. Profesor, e përmendin që është normalisht pjesë edhe krenarisë edhe punës që bëhet në fakultetin tonë, edhe në katedran e juaj, po kisha pas dëshirë të flasim për teknikalitete pak, që ka shkuar atje gara, pasi që normalisht kur ka kështu konkurrencë të madhe, normalisht që është edhe pjesa e detajeve që vendosin ndoshta atë që ju jeni të thirrur për këtë. Si shkoi gara? Faleminderit edhe për ftesën. Si që potencuat edhe ju, ka qenë një garë ku kanë marrë pjesë 25 universitete, prej tyre ka pas universitete prej Turqisë, Greqisë, Azerbajxhanit, Rumunisë, Pakistanit. Ka qenë një garë e fortë, qëllimi i garës ka qenë me testuar rezistencën sismike të objekteve, ku tërmetet apo? Po, tërmetet, do thotë modelin që na e kemi përgatitur, grupi studentë e ka përgatitur në monitorimin e profesorit Florim dhe timin, dhe stafit tjetër të departamentit strukturave, do të ka qenë modele të ndërtuara nga një lloj materiali që quhet balsa wood, është një dru i butë, objektet kanë qenë, si më thon, minimum këto është, do të thotë kriteret kanë qenë të njëjta për gjitha universitetet, minimum 20 kate, maksimum 30 kate. Ne kemi dizajnu, do të thotë studentët, edhe bashkërisht me grupin punues. Kemi bërë analiza paraprakisht, simulime në software, me pas a i reziston kjo strukturë tërmeteve, pastaj është ndërtu modeli, ka shku atje, është transportu në Istanbul, dhe ditën e testimit është testu. Ka performu shumë mirë, sigurisht, edhe për atë i kemi marrë 2 prej çmimeve kryesore në atë kompeticion. Përveç që ke eksperjenca, se besoj që për juve ka qenë edhe ma speciale, normalisht edhe për profesorët, po besoj që ndihen më krenar kur studentët janë edhe më të mirë se ata, dhe pse ka shumë debat për këtë pjesë, po ndoshta diskutojmë pastaj. Fillimisht kënaqësi që jam këtu, kënaqësi e dy fesh që jam përkrah profesorat tonë. Po, eksperjenca atje ka qenë diçka e veçantë, kur na erdhi ftesa prej stafit akademik, na me shumë optimizëm e pranum këtë sfidë, bashkë me kolegët e mi që
rastisë jemone, po kontributi gjithëve është i barabartë. Morëm pjesë në këtë garë. Eksperienca atje ka qenë e veçantë për dy arsye. Para ka qenë shumë sfiduese se ka qenë hera parë, ashtu siç edhe potencuan profesorët e me, kështu që ka qenë një ekuacion me shumë panjohura, e që i kena zbulu ka daldale. Përveç asaj kena pas mundësinë edhe me pas komunikime, me shpëkëmby eksperienca edhe me student, me kolegë tonë për universiteteve tjera, që janë të ranguara shumë nalt, edhe kena mujt me vrejt ku qalojmë ose ku jemi para, edhe kemi riafirmu nivelin tonë studentëve edhe për kushtimin që profesorët tonë e kanë dhënë ndaj neve. Si eksperiencë ka qenë shumë e veçantë edhe kjo. Qysh u pritët nga kolegët e juaj atje, sepse besoj nuk dija keni qenë gjithë bashkë në gara, apo thjesht veç ky objekt që po e shohim ka shku në fund, keni përgatit këtu apo atje? Qysh ka shku kështu si proces? Po, faza përgatim prej momentin kur ne kemi marrë ftesën, ka qenë parafërsisht një muj ditë punë intenzive që është përgatit këtu. Fillimisht kena fillu me planet ideore, e përmeni profesori Zjadin që ka pas shumë specifika projekti si i tillë, domethënë pasi që është ashtu dhe siç e cekëm një garë shumë internacionale dhe prestigjioze. Domethënë kanë qenë një punë intenzive, fillimisht ka pjesë analitike, kanë qenë kalkulimet, analizat, pastaj ka filluar edhe modeli fizik ku padyshim për një punë, për një 2 javë intenzive kemi punu. Sfidë ka qenë edhe vetë materiali, se cekën është një lloj i veçantë i materialit, nuk është material konvencional si që jemi mësune studentat me beton që le ka po diçka tillë, po ka qenë një material që edhe në tre ka qenë vështirë mu gjetë, po edhe specifikat e tij jo aq lehta për mu analizu. Po me punën tonë edhe padyshim me përkrojën e stafit akademik, ja kem dalë edhe ky model ka shkuar atje, u kthy faqebar këtë. I bie që këto i mbijetojnë tërmeteve, edhe në tarme mësejo të ndërtohen këto, po them, skica qofse po e quaj drejt. Modele, struktura. Modele, struktura. Po, padyshim. Ne programi studimeve që kemi mbrana fakultetit tonë është programi ndërtimit që quhet programi konstruktiv dhe organizojmë nivelin studimeve dhe bachelor dhe master dhe kemi student shumë cilësor që dalin tregun e punës edhe si inxhinier shumë me cilësi, të cilët projektojnë dhe realizojnë dhe ndërtojnë struktura dhe objektet e tilla që në fakt ne jemi dëshmitar të shumë objekteve që janë ndërtuar dhe po ndërtohen në Prishtinë që kanë lartësi shumë të madhe dhe kanë performanca kogja të mira. Inxhinieria e ndërtimit dhe industria e ndërtimit sot është shumë aktuale në botë, dhe sidomos në vendin tonë, dhe ne me seriozitetin më të madhin japin punën tonë intelektuale si pjesë akademisë, që të përgatisim brezën e ri të inxhinierëve, që të prodhojnë, projektojnë, ndërtojnë struktura të cilat kishin me rezistu edhe sismikës, po edhe fenomeneve tjera natyrore që mund të jenë nga ndryshmet. Profesori Zjadin e ka bashkë këtë fushë të ngushtë që ka dinamikën e strukturave që punon shumë me këtë landë dhe me student. Ky është më i thirrur për këtë çështje. Mirë po, motivi krejt kësaj pune ishte ndërtimi një strukture model prej studentëve tonë në mënyrë të pavarur dhe këta dëshmuan se në mesën e 25 universiteteve janë të shpërblyer me punën e tyre duke e krahasu modelin dhe jo studentët. Pra, modeli jon, puna e studentëve tonë tregoj që ne kemi cilësi. Dhe kjo është një diçka që unë për veti personalisht jam shumë krenar për ta. Profesor, sa ndihesh krenar atë që po thotë dekani që atë që e tha, pa e parafrazu që ndoshta pjesa edhe e krenarisë, po njëkohësisht duke ditë që sot ka shumë objekte, ka edhe shumë universitete, jo për ta nënvlerësuar as pak vetëm, po gjithmonë për me shty përpara, po që konkurenca bën vetën, apo jo, po shohim çdo ditë risi të ndryshme, sidomos në fushën e juaj, nuk dia ka risi më të madhe, ndoshta në teknologji dhe në fushën e ndërtimeve, gjithmonë kam përshtypjen që dita ditës del diçka. Ne faktikisht suksesi i studentëve na bën krenar, pa diskutim, edhe kjo është një dëshmi e gjallë e asaj që po flasim. Do thotë pak mund të lidh me atë pyetjen që e bënë, a do t'i pranojnë këto objekte të tërmetit, do thotë pikërisht aty ku edhe ideja. Se studentët mësojnë në aspektin teorik, si me thonë, si me dizajnu një strukturë që me rezistu tërmetit, por strukturat reale
shifet a i rezistojnë në momentin kur ndodhë tërmeti. E kjo modeli këtu është, si me thonë, një analizë analitike që ti e bën edhe kalkulimet të rezultojnë ty që përballon tërmetin. Ta vendosim, ta testojmë, ta shohim atë përballon. Do thotë aty në atë garën atje kishte 3 nivele tërmeteve, një tërmet i butë, mesatar dhe i fortë. Dhe nga 25 modelet e 25 universiteteve vetëm 7 u kualifikuan. I përballuan po. U kualifikuan, domethënë përballuan tërmetin e tretë dhe nga ato 7 modeli jonë si në aspektin e kalkulimeve, si në aspektin e testimeve gjatë tërmetit performoi më së miri dhe morëm çmimin performanca më e mirë sismike e modelit. Kështu si detaj tash, çu bëj këtë tërmeti me dridhe kështu si u mat këtë tërmeti. Sikom shumë interesant që me ditë me se kështu si detaj. Po na e thon tavolinë vibruese, është një tavolinë vibruese, vendoset modelin, fiksohet në bazën dhe ajo simulon tërmetet reale që kanë ndodhur. Po. Edhe në atë është bërë. Edhe vendosen pajisje të ndihshme nëpër objekt që lexojnë zhvendosje, vlera specifike teorike dhe ato krahasohen me ato që i ke kalkuluar ti para një muaji, si më thon. E kuptoj. Albias, pjesa e punës edhe detajeve besoj edhe me profesorët, po edhe me kolegë tjerë apo jo? Po. Ku patët vështirësi në krijimin e kësaj makete, po e quajë së pjesës që e kemi këtu në studio, për ndryshe falenderoj që i keni marrë gjitha këtu, edhe kena po ma të qartë shto për publikën. Padyshim kjo maketa këtu që po shihet, tash po duket që ka detaje, se neve na duket kështu, ndoshta. Po për shembull me po e di që ka shumë punë ta apo. Po, patjetër, për me ardhur deri te optimizimi i kësaj strukture kanë dosh ditë e ka diskutime stërgjotra mes kolegëve, pastaj ato i kemi diskutuar edhe me profesorët tanë për me marrë një feedback mbi ato ide që i kem pas. Padyshim jemi mundu që planimetria e kësaj strukture, kësaj mini strukture apo makete me qetë konform logjikës sismike të objekteve. Si fakt që javlin ndoshta me përmend, është fakti po shihet reduktimi i sipërfaqeve, kateve për gjatë lartësisë, se kjo padyshim ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në performancë sismike duke reduktuar masën në lartësi e kështu që duke zvogëluar ndikimet në bazë. Profesor, gjatë ndoshta ju keni qenë edhe ju apo? Unë jo, sepse roli me qenë dekan do të më qenë gjithë shpinë. Pas të tyra, mirë, po ja bëj pra pyetjen profesorit Ziadin, keni pas biseda edhe me fakultetet e tjera, po, dhe me kolegë atje, çu bashkëpunimi ose çu ke bashkëpunimi me ta atje. Sepse po është fakultete të ndryshme nga Azerbajxhani, nga vende të tjera, cilat besoj edhe si eksperiencë do t'ju ndihmojnë të ardhmen. Na kanë pritë shumë mirë edhe i thash edhe në një moment Albiasit, i thash unë prej perspektivës tame e vresha që ju shëtnyshi shumë mirë me studenta, edhe kjo e dëshmoj shumë mirë një fakt që ky çmimi këtu Spirit of Competition, secili universitet e ka pas drejtën në fund të testimit, secili prej universiteteve ka pas drejtën me votu një universitet tjetër, edhe na votuan mas shumë të neve. Sa ishim në atë hollin, na u ofru neve 5-6 universitet, na thashin ju kemi votu, edhe rezultoi që shumica e këtyre universiteteve na votu neve, na e dhanë çmimin e. Do thotë kjo dëshmon që ka qenë një eksperiencë e mirë dhe ka qenë një komunikim mes si stafit adajzorëve mes veti, po dhe studentëve mes veti. Vesh me studentë si ishte komunikimi me ta? Padyshim, na i kena pas pjesë, po du me shfrytëzu shumë shkurt rastin, mi përmend edhe emrat e kolegëve që janë këtu, Endritit, Fisnikit, Alianitës, Sadikut e Lirikzonit. Na e kena pas si u bashkojshëm edhe fillojshëm atë misionin tonë për me shpërnda sa më shumë informata rreth modelit tonë, aq më shumë tu mundu me kopju ose me përshtat për ne në të ardhmen modelet që fizike që i sheshme ato. Në hollin ku është mbajtur ky kompeticion kanë qenë të vendosura të gjitha punimet të gjitha universiteteve dhe kena pas mundësi nga ofër, mi analizu ato punime, e në ndërto kanë linë shumë diskutime, parashikime, se ku mundet me dështu ose në cilat pika punimet e secillit universitet janë të forta. Edhe normal këto shkëmbime, këto biseda kanë rezultuar pozitivisht, si në afërsi, kolegiale, po ashtu edhe në shkëmbim të njohurive. Një sen që au dasht me cek, e diskutun edhe me profën Ziadin, sa ishme atje në Istanbul, ishke fakti se ne në fakultetet tona i përdorëm disa softvere, programe softverike, si që është SAP 2000,
një ndër programet më të avancuara e cila është pjesë edhe e kurrikulës të fakultetit. E atje pam që disa fakultete është dashur me adaptu në kohën e garës, domethënë në kohë reale që padyshim për ta ka qenë sfidë, por ne ka qenë shumë lehtësim, pasi ne veç kemi qenë të familiarizuar me këto programe. Një shumë dekan, gjitha këto eksperienca ndërkombëtare besoj edhe për juve, që u theshni atë institucion bashkë me kolegët, edhe me studentët, ju formëson, është edhe ju shtyhen përpara, po ju shumë më shumë, edhe motiv. Çfarë do thotë kjo për universitetin? Pa fije diskutimi për institucionin tonë, personalisht për mua si dekan, po edhe për komplet stafin akademik edhe studentët që kemi në programe studimit. Kjo është një motiv pune, dhe ky motiv pune do të shpërblehet në variantet që ne do të modifikojmë edhe punën tonë në rastet të veçanta, se çfarë pune duhet bëjmë me studentët, si ti motivojmë studentët, si të gjejmë metoda didaktike që studentët të motivohen nga puna që e bëjnë, që të dashurojnë këtë profesion, sepse ky profesion duhet me desht për me mujt me zotnu. Dhe është profesion shumë fisnik, sepse marrim përgjegjësi jo për sot e nesër, po për shumë vite në të ardhmen. Domethënë një projekt, një objekt kur ndërtohet, nuk ndërtohet për 5 vjet, po ndërtohet për 100, 200 e më shumë vite. Prandaj kjo përgjegjësi është përgjegjësi e madhe morale e profesionit tonë, dhe pa fije diskutimi do të reflektojmë edhe në nivel të studentëve me këto njohuri që kemi fituar, do të zbatojmë edhe praktikë, edhe do të zhvillojmë këtë praktikë, edhe mbrana fakultetit tonë, do të bëjmë gara kompeticione që studentët tonë të mishrohen me filozofinë e krijimit modeleve, po para së gjithash një model është një strukturë reale. Dhe kjo është motivi jonë. Ne kemi laboratore jashtëzakonisht shumë të pasuna, presim mbrana vitit të lansojmë, të shtim në funksion edhe disa pajisje laboratorike, mbrana instituteve tona, kemi 3 institute, të cilat do të ofrojnë sa më shumë shërbimeve të institucioneve të vendit, në fjalën e mirë të punës për shërbimet dhe studimet që ne i bëjmë. Dhe kjo padyshim është një diçka që do të jetë gjurmë në fakultetin tonë. Pra, është një motiv i madh i punës, është një freskim që tregon si dëshmi se ne jemi në rrugë të mirë me studentët, kur ne me kompetencat ndërkombëtare i plasojmë, i çojmë, i dërgojmë studentët na përfaqësojnë në përgjithësi të tjera. Kjo është një rast shumë i mirë. Profesor, po dallën gjenerata nga gjenerata, sidomos e përmendëm dashta, e tham që inteligjenca artificiale po në profesionin juaj çdo ditë, çdo profesion ka kështu shumë ndryshime, po kjo pjesa e inteligjencës artificiale ka prek ka shumë edhe profesionin e juaj. Qysh po i motivoni studentët ose qysh po katapultohet, po e quaj këtë pjesën e mes AI edhe kësaj pjesës shumë të rëndësishme të punës së studentëve, po edhe juve si mentor të tyre? Studentët i kemi të mirë, do të thotë ajo është e para. E vërtetë që inteligjenca artificiale është duke nrulojë në shumë gati në çdo disiplinë, po. Vrehet ai entuziazmi i studentëve që të përdori ChatGPT-n ose atë, po ne themin lejohet më përdor, po me vetdije, do thotë me ditë çka i tu dash, çka i tu lyp, me ditë me adresu problemin drejt, në një farë forme edhe në kurrikulën tonë tentojmë me inkorporu si pjesë e kurrikulës se si të përdoret inteligjenca artificiale në mënyrë drejtë. Edhe rezultatet e tyre me i morë në mënyrë logjike, jo vetëm me i morë copy-paste, na i thojmë si më. Entuziazmi i studentëve është i mirë, është i kënaqshëm, është shumë rëndësishme me u shfrytëzu drejt edhe me ditë mi tregu çfarë po don edhe çka më mor pi ti. Përveç çush po e shihni këtë pjesë, tash ju gjeneratën edhe më e re, përmendi profesorët, ka shumë dallim kur ka studiuesët e Krajqevci, besoj, edhe profesori Ziadin Guri, po që kjo është më e bukur që ndryshon gjenerata, po me gjenerata ndryshojnë edhe të rejat. Dhe kjo e bën ndoshta jetën edhe më interesant, po besoj edhe punën është. Pasi të rrëqë këtu paralele, të kohës të studimeve të profesorëve tonë edhe tona tash, padyshim na kemi shumë atlet. Çosjen informacione që është zakonisht e lehtë. Mbaj mend një ligjërat profesorit Florim që pas u shkthy prej një konference në Poloni, nëse nuk gaboj, ku temë diskutimi ka qenë përdorimi dhe shfrytëzimi i inteligjencës artificiale. Edhe ato e kemi marrë, na padyshim kemi qenë vetë, mirë po ato e kemi marrë një shtys nga dekanët që të
të përdorët sa më shumë, pasi ajo e përshpejton edhe e lehtëson punën tonë si nga aspekti i studimeve, po ashtu edhe në punë praktike. Po padyshim me vetdije edhe duke e prit rezultatin, e jo vetëm duke e marrë si të mirëqenë. Profesor, sa jeni të kënaqur edhe me ndoshta kështu për koreksi edhe për kolegët edhe ju vetë, po dhe studentët, qysh do funksionu kështu katedra i krejt për fund, përpos këtyre bashkëpunive ndërkombëtare që i keni edhe do i keni. Na ka rastis puna që unë dhe kanë edhe profesorin e kam shef departamenti, për njëkohësisht ka qenë edhe udhëheqësi i departamentit. Të gjithë profesorët i kemi të mirë, jo vetë studentët, sepse duke i pas profesorët e mirë, i kemi edhe studentët e mirë. Duke i pas profesorët e mirë, i kemi edhe programat e studimit të mira. Dhe realisht dorën në zemër, ne kemi nevojë sa më shumë që stafin akademik ju japim shtysë mbështetje që ata të zhvillojnë filozofinë ose kompetencat e hulumtimeve shkencore, të zhvillojnë projektet shkencore. Dhe kjo do të jetë një motiv i madh si dekan që do të provoj të i ushtroj ose të i ofroj stafit akademik. Diferencat janë nga dita në ditë, nga viti në vit, nga dekada në dekadë në kuptimin e zhvillimit të shkencës, teknologjisë, inteligjencës artificiale, dhe këto ne provojmë që në kohë reale të modifikojmë veten punën tonë, dhe për me modifiku veten dhe me u përsos vetë duhet ne bëjmë punë dy fish më shumë kushtimisht po them se sa studenti. Ne duhet punojmë vetë shumë për me mujtë me u thjeshtu gjërat të studentëve. Dhe jemi në këtë rrugë. Pra, të krijojmë programe studimi që do të jenë të përditësuara, të atraktive, besoj kështu. Dhe motivi është atraktive. Dhe njëna prej këtyre është që kjo atraktiviteti, ndërsa në anën tjetër provojmë institucionet të vendit të ju dalim në ndihmë. Çfarë do që keni nevojë për këtë fusha jemi këtu. Sakt, profesor, krejt në fund, do keni plane tjera, apo jo? Pas kësaj, pas Turqisë, i përcjellni këto kompeticionet që pse jo me shku edhe bashkë me studentët të tjera, jo vetëm Turqi, po edhe vende tjera, apo kështu më shumë. Prisni ftesa, hulumtoni, si shkon kjo pjesë? Presim, po gjithsesi në këtë kompeticionin e radhës së ky organizohet për çdo vit. Madje është hera e 9 që organizohet për ata atje, po hera e parë për ne. Do të vitin tjetër sigurisht do të marrim pjesë prap, madje tash vetë se i dim shumë çka ndodh aty dhe çka. Edhe ne i thosha studentave, mos u bani marak nëse nuk fitojnë ndonjë çmim, sepse shumica e universiteteve aty e kanë herën e 9, na e kemi herën e parë. Sigurisht se këto, nëse ka edhe tjera, do të participojmë pa diskutim. Alveas po e përmbyllim me juve intervistën, një mesazh për krejt student që tash i përfundojnë klasë të 12 dhe dëshirojnë me ardhë në fakultet juaj, besoj kjo është një motiv edhe për ta që me ardhë me studiu. Ato që e thash edhe më herët, departamenti jonë, drejtimi jonë është pak sfidues edhe kërkon padyshim nxënës që kanë vullnet për studiu. Ata le të vinë se këtu i pret një staf shumë i profesionalizuar me kurikulum shumë moderne edhe që nuk janë mbrapa e madje ndoshta edhe para janë krahasu me vendet e rajonit. E kam shtirë profesorët që jesin 10 apo? Kur e meriton as pak. Po më thu, po kështu para Edhe të profesore i Zjadin, edhe të prova Florim, unë i kam 10, kështu kanë edhe kolegët me participantë, kështu që jo, vetëm duhet ta meritosh, nota është vlerësim. Besoj edhe është kënaqësi për profesorin. Tash kur i përcjellim profesorët flasim. Profesor, faleminderit shumë, krejt përfund edhe një herë, ju faleminderit dhe ju uroj shumë sukses për gjitha këto edhe për punën që e bëni për gjeneratat e reja. Faleminderit shumë, nofshit. Faleminderit profesor. Faleminderit. Të nderuar shikues, do të vazhdojmë me një material shumë interesant që ka të bëjë me mullirin e Dem Ahmetit në Reqicë të Podejevës.